Kosova, Shqipëria dhe Kroacia i bashkuan forcat duke nënshkruar një deklaratë trepalçe për aleancë ushtarake. Kjo gjë nuk u mirëprit nga Serbia. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi nga Brukseli se NATO-ja nuk ka qenë e njoftuar për këtë. Është situatë e vështirë për ne, por ne e kemi kuptuar mesazhin e tyre dhe ne do të ruajmë vendin tonë, do t'i pengojmë ata dhe gjithmonë do ta mbrojmë me sukses nga çdo agresor të mundshëm, qoftë edhe një agresor kaq i fuqishëm, deklaroi Vučić. Në një bashkëbisedim për Bota Sot, analisti politik Leon Duhanaj e ka quajtur presidentin serb mjeshtër të aktrimit. Reagimet e Beogradit zyrtar nuk janë gjë tjetër, por vazhdimi i politikave tradicionale. Presidenti i Serbisë Vučić është mjeshtër i dështuar i aktrimit. Ai për çdo gjë, madje edhe kur është në ofensiv kundër fqinjëve, del me deklarata thuajse ka filluar ndonjë invazion ushtarak ndaj tyre. Për sa i përket bashkëpunimit në fjalë, nuk besoi që ka as edhe ndonjë shkëndijë për të cilën do të kishte ndonjë argument për të deklaruar në këtë mënyrë. Kroacia dhe Shqipëria, si dy vende anëtare të NATO-s, janë gjithmonë në një aleancë ushtarake. Kosova gjithashtu është pjesë e nismave të përbashkëta në kuadër të partneritetit me NATO-n, ka thënë ai. Duhanaj ka treguar pse i bën Serbia këto reagime, duke shtuar në dallim me këto deklarata për të krijuar mjegull në kuadër të marrëdhënieve ndërkombëtare. Për mendimin tim, arsyet pse Serbia bën reagime të tilla janë sepse ajo vetë është e preokupuar të bëjë strategji destabilizuese në Ballkan dhe kundrejt fqinjëve të saj. Në moton sulmi është mbrojtja më e mirë, pse t'i akuzojmë të tjerat për atë që bëjmë ne vetë? Dalin me deklarata të tilla për të krijuar mjegull në kuadër të marrëdhënieve ndërkombëtare, ka shpjeguar ai. Sipas tij, deklarata e Serbisë nuk duhet të merret seriozisht, edhe fokusi duhet të jetë në forcimin e aleancave ndërkombëtare. Nuk duhet harruar fakti se Serbia vazhdon të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me shumë vende, sidomos me disa shtete aziatike që nga koha e Jugoslavisë. Shtetet e tilla as që bëjnë përpjekje për ta kuptuar të vërtetën në Ballkan, por janë aleat të natyrshëm të Serbisë në çdo rrethon. Shembulli tipik është Palestina. Prandaj, nuk janë deklarata që duhet të merren seriozisht. Shumë më tepër fokusi ynë duhet të jetë në forcimin e aleancave ndërkombëtare, sepse e shumë lehtë mund të përballemi me ndonjë realitet ku pato do ta kemi të vështirë të mbrojmë interesat kombëtare, ka përfunduar Duhanaj për Bota Sot.